Pas zjarreve të verës, qyteza e Delvinës tani po përballet me rrëshqitje të dherave nga kodra që ndodhet pranë qytetit në lagjen Beqir Efendi. Rrëshqitjet të provokuara nga rishjet e shirave kohëve të fundit kanë rrëzuar edhe një pemë qipariz shekullor, i cili ka dëmtuar banesën e çiftit të moshuarve Ibrahim dhe Vera Shehu, duke bërë të pabanueshme. Erdhi ky vit i bukur, që u dolq vendi komplet. U dolën me pemë, me shkurre, me të gjitha. Erdhi zjarri, nuk duhet flas. Pas atyre ndodhi ajo që zërën shirat që ranë në një kohë shumë të shkurtër. Të gjitha më shumëtuan me zero. Jo më vjen shumë keq, nuk e di. U kërkoj një ditë të jemi plek, jemi të moshuar, u kam kaluar paralizë. Ai po vete 80, u po shkoj 70. Jemi më të zot tani, që do bëjmë asnjë gjë. Përveç dhimbjes që mundi një jetë të tërë, përfshi edhe migrimin, shkuan dëm, dhe që në një moshë të tillë të mbeten pa shtëpi, çiftit të moshuarve nuk kanë as ku të strehohen, pasi bashkia u ka propozuar një dhomë spitali. Jo, nuk na kanë strehuar. Bile më tha drejtori i emergjencave që çdo bëhet për ne, i thash. Tani këtu e shikoni edhe, ata na thanë vetë që nuk jetohet këtu. Tha të rregullojmë një dhomë në spital. Po tani që ti kish nga kjo gjendja këtu, edhe të shkosh në spital, më duket nuk është logjike, një njeri e shkatron krejt. Ndërkohë situata mbetet e rrezikshme edhe për zonën përreth. Kodra ka pësuar çare të thella duke rrezikuar edhe 2 banesa të tjera, si dhe teqen e lagjes. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme dhe masa konkrete për stabilizimin e terrenit, përpara se situata të përshkallëzohet më tej.